Të gjithë nxënësit e arsimit para universitar në Kosovë nga nesër për 10 ditë rresht do të jenë në pushime pranverore, pasi sot përfundojnë periudhën e parë të gjysmë vjetorit të dytë të vitit shkollor 2025-2026. Nxënësit do të qëndrojnë në pushime pranverore deri me 13 prill, por këto pushime nuk vlejnë edhe për mësimdhënësit, pasi ata janë të detyruar që të gjitha ditët të punës të paraqiten në shkollë. Dikush në trajnime për ngritje profesionale, disa të tjerë për realizimin e planeve dhe programeve mësimore për pjesën e mbetur të vitit shkollor. Gjithashtu gjatë këtyre ditëve, mësimdhënësit do të realizojnë edhe takimet me prindër dhe aktivet profesionale, si një mundësi e mirë për të diskutuar për ecurinë e gjithë procesit edukativo-arsimor. Referuar kalendarit shkollor të miratuar nga Ministria e Arsimit, krahas muajit prill, nxënësit dhe mësimdhënësit do të pushojnë edhe 3 ditë të tjera gjatë muajit maj, në shënim të ditës së ndërkombëtare të punës, ditës së Evropës dhe ditës së Kurban Bajramit, ndërsa në muajin qershor do të pushohet për ditën e paqes. Kujtojmë se viti shkollor 2025-2026 për klasat e 12-ta përfundon me 14 maj 2026, klasat e 9-ta, 10-ta dhe 11-ta përfundojnë mësimin me 5 qershor 2026, ndërsa nxënësit e nivelit nga 1 deri në 8, si dhe parafillorët, përfundojnë vitin shkollor me 19 qershor.